E nisi me Frederikun dhe Erandin që kanë sfidën e radhës dhe përin për jashtë apo e gëdhin në besim. E më do flas njeri apo? Janë i gjendje mendimit çunë edhe disha. Le të themi gjendje astrale. Prandaj kokorret që mos ju dalin mendimet nga koka. Erandin ama diçka e shqetëson se i ka zgurdulluar keq sot. Shumë shqetësuese është. Jo, çfarë ka? Edhe zogjt edhe këto. Pas ka me zogjt. Bret kocat edhe mrena s'nigjohen ka shumë. Jo, më jo. Çudi e madhe. Si ka mundsi. Nga që ka mure ndoshta. Nigjohen? Megjithëse në këto. Ti se i kanë vukë shumë më të bëllanta? Jo. Filluan teoritë e konspiracionit. Kjo që ka piku. E dalloj që ka pikun Frederiku. Po da, mjeshtër. Po pse thon këto i kanë kështu me. E mendo ka vërtetë. Pse thon i kanë me. Një më këtanë zështë tamon në këto gjonëzë. Pas ka thashe theme brenda. Të shpja ime. Po këto kanë gjithkohës. Ore është mbushur mendja topi që ka pikun dhe zhabën ja vën me autoparlantët e valla. Vetëm për ta bezdisur këtë. Mos e ska fajse gjithë natën jashtë, të ngrin truri. Po pra. Zbardhi. Zbardhi ore. Je i sigurt? Po ja, po zbardhi po nga mor blu qev. Jo, s'ka mund ti, do janë dritat e fermës ato, disha. Ka ngritur kontrastin Agaj. Po pra.